Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët tek Jetosh Besimin. Lutem që ju dhe familjet tuaja të jenë gjithë mirë, edhe Zoti qoftë me ju. Sot do flas për një nga shëmbulltyrat e Krishtit, e cila në thelb zbulon që Zoti punon edhe kur ne nuk e shohim. Mbretëria e Perëndis, tha Krishti, është si një njeri që hedh farën e tij në tokë. Ai flë natën edhe çohet ditën, dhe fara mbin edhe rritet pa e ditur ai se si. Kjo shëmbulltyrë është një nga më qetësueset, më çlirueset. Krishti na tregon që mbretëria e Zotit nuk varet nga kontrolli ynë. Njeriu mbjell farën, por rritja nuk është në dorën e tij. Ai fles, zgjohet, jeton jetën e zakonshme dhe fara vijon të rritet. Kjo na çliron nga ankthi shpirtëror, ne jemi thirrur të jemi besnik dhe jo të vetëmjaftueshëm apo të gjithëpushtetshëm. Një figurë historike që e mishëron këtë realitet është Hudson Taylori, misionari i madh i cili shkoi në Kinë për të ndarë ungjillin me popullin kinez. Ai e dinte se nuk mund ta kontrollonte zemrën e njerëzve, as rezultatet e shërbesës së tij. Shpesh punoi për vite pa parë asnjë fryt të dukshëm. Ai thoshte, vepra e Zotit, e bërë sipas mënyrës së Zotit, nuk mund të mungojë kurrë për furnizimin nga Zoti. Ai mbolli me besnikëri, edhe kur nuk shikon të rritje. Zoti vepron në mënyra që arsyeja jon nuk i kupton, por zemra i beson. Ne mbjellim, Zoti rrit. Kjo është ndarja e shëndetshme e përgjegjësive. Nuk jemi thirrur të shpëtojmë askënd, por të dëshmojmë për shpëtimin në mënyrë besnike. Së dyti, rritja shpirtërore është proces, jo moment. Së pari, filizi, pastaj kalliri, pastaj gruri i pjekur. Perëndia punon në faza, jo në mënyrë të menjëhershme. Së treti, mbretëria vepron edhe në heshtje, edhe kur ne nuk shohim asgjë. Për këtë arsye Agustini shkruante, Zoti vepron në ne edhe kur ne mendojmë se nuk po ndodh gjë. Shoqëria jonë është e fiksuar pas rezultateve të menjëhershme. Duam sukses të shpejt, ndryshim të menjëhershëm, prova të dukshme. Natyra nuk bën asgjë me nxitim. Ajo ka kohën e saj. Kjo shëmbulltyrë na mëson të jetojmë me durim, të besojmë në proces, të mos masim vlerën tonë vetëm me statistika. Ndaj, mbase Zoti sot na drejton këtë pyetje. A je besnik në mbjellje, edhe kur nuk shikon rritjen? A je duke ngarkuar vetëm me përgjegjësi që i përkasin Zotit? A je i gatshëm të besosh se ai po punon edhe në heshtje? Kjo do të thotë të flasësh vërtetën edhe kur nuk shikon ndryshim, të duash edhe kur nuk ka kthim të menjëhershëm të kësaj dashurie, të shërbesh edhe kur nuk ka duar trokitje. Besnikëria jote është si fara. Rritja është mrekullia që vjen nga Zoti. Ndaj me këto të vërteta në mendje dhe në zemër, le të lutemi së bashku. Zoti i dashur, më çliro nga nevoja për të kontrolluar gjithçka vet. Më mëso të jem besnik, të dua, të mbjell, të jemi përkushtuar në veprën tënde. O Zot, na mëso durimin. Na mëso të jemi mirënjohës dhe të jemi të qëndrueshëm në bërjen e vullnetit tënd. Bekoj burrat dhe gratë, të cilët janë duke më ndjekur sot, këtë ditë, ata dhe familjet e tyre. Ndihmona o Zot së bashku, që të jemi konsistent në veprën tënde. Të mos lodhemi së bëri të mirën, sepse e dim që do të korrim në kohën e dur. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen. Miq, shpresoj që të ketë qenë bekim meditimi i kësaj dite për ju. Mezi pres të takojmë sërish me ju nesër në meditimin e radhës. Por deri atëherë, nëse ka qenë bekim për ju ky meditim, këto fjalë ndajini me miqtë tuaj. Miru takofshim.